Selam aleikum. Mirë se vini në këtë hapësirë virtuale dhe në transmetim të drejtë për drejtë në mediat sociale, në këtë emision me temën reflektime në kohë pandemie. Vëllezër dhe motra, miq të nderuar, pas të gjithash, ju përshëndes të gjithëve. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qofshin mbi ju. Sonte me ne së bashku të jetë Husamedin Abazi, Hoxh nga Prishtina, mirë se na vjen. Po ashtu me neve është edhe Halil Abdulli, Hoxh në Zvicër, mirë se na vjen Halil. Mirë se u gjeta, faleminderit. Përshëndetje juve edhe gjithë shikuesve. Në ndërkohë do të na bashkangjitet edhe Hoxh Halil Hoxh Bedre Syla, Hoxh nga Gjermania. Të nderuar, njerëzimi që nga fillimi apo që nga zana filla është përballur me ndryshime, zhvillime, sprova, si ato të mira, po ashtu edhe ato jo të mira. Mirë po se asnjëherë më parë jemi dëshmitarë të një ngjarje e cila e mobilizoi gjithë globin pa marrë parasysh racën, fenë apo statusin shoqëror, por përballë janë mikët jo njeri i cili po e sulmon shoqërinë, pra virusi COVID-19 nga familja e virusëve korona. Deri më tani në botë kemi 684.743 persona të infektuar, ku prej tyre fatmirësisht kemi 145.697 persona të shëruar, dhe fatkeqësisht kemi 32.114 persona të cilët kanë humbur betejën me këtë pandemi. Këto po ishin statistika nga tërë globi, kurse nga të rrugët shqiptare, në Shqipëri kemi 212 persona të infektuar, ku nga ta 33 janë shëruar plotësisht dhe fatkeqësisht kemi 10 persona të cilët e kanë humbur jetën. Në Kosovë kemi 91 persona të infektuar, ku nga ta 1 person e shëruar plotësisht, ndërsa 1 person ka humbur jetën. Në Maqedoninë Veriore kemi 259 të infektuar, ku nga ta 3 janë të shëruar dhe 6 të vdekur. Këto pra ishin statistikat e sotit nga ora 16. Po siç po shihet kemi të bëjmë me një pandemi e cila fatkeqësisht po përhapet shumë shpejt në tërë botën. Mirëpo ne si njerëz, po ashtu edhe si besimtar, jemi të obliguar që të reflektojmë dhe të dalim fitimtar në çdo gjendje. Do të kisha dëshiruar të filloj me ju, Husamedin Efendiu. Apo na ndëgjoni? Po. Nëse këtë ngjarje definojmë apo e cilësojmë si sprovë, cili duhet të jetë qëndrimi i një besimtar përballë sprovave në përgjithësi edhe kësaj sprove në veçantë? Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se jeni, faleminderit. Gjithë shikuesit, edhe juve atje stafi. Falenderojmë Zotin që na mundsoi që sonte takohemi pra kështu së bashku në këtë kohë në cilën padyshim se njerëzimi mbar është duke kalu në një gjendje, kisha me thonë, të jashtëzakonshme, gjendje e cila padyshim se është prodhim i yni, është realitet që vërtet jemi duke e jetu pra në të katër anët e botës, dhe prandaj edhe të gjithë në një mënyrë apo tjetër jemi të angazhuar. Bota mbar është ngritur në këmbë duke u mundu që të ballafaqohet pra me këtë realitet të ri, të cilin e kemi prodhuar vetë padyshim, për të cilin nuk ka dyshim se ish dashur që të gjithë të reflektojmë domosdoshmërisht pra të ballafaqohemi me pasojat e këtij realiteti, pasi që me siguri se nuk jemi marrë sa duhet të gjithë me aspektin e shkaqeve që na sjellin deri te gjendje të këtilla, deri te epidemi, pandemi, tash kohëve të fundit, dhe prandaj po them se po padyshim që duhet të gjithë të kontribuojmë në tejkalimin e kësaj sprove, në tejkalimin e kësaj situate, e cila padyshim se tejkalohet me mënyra edhe me kontribute të nduarshme nga të gjitha shtresat e shoqërisë, dhe prandaj po them se vërtet edhe në aspektin fetar dhe në aspektin ton
neve kemi argumente, kemi porosi të cilat neve na thrasin edhe na ftojnë që të reflektojmë në këto momente edhe të ma shkurt këto momente dhe këto raste neve kisha me thonë se edhe kur nga njëherë ka pak fillojmë me bredh majtas e djathtas, me siguri se janë këto momente kur neve na thrasin që të kthehemi në pikë, të kthehemi në vijen e drejtë. Ajo në të cilën Allahu xhaleshanu na thret, ajo në të cilën na ka ftu Muhamedi alayhis salam edhe gjithë pejgamberët, ajo në çka kanë ftu të gjitha religionet, dhe prandaj po them se vërtet të gjithë njerëzit e konfesioneve të ndryshme kemi nevojë pra me reflektu në këto momente edhe ma shkurt me ju kthy njerëzores tonë, me ju kthy kësaj në të cilën Allahu xhaleshanu na ka kriju edhe na ka mundësu vërtet që në tokë dhe në planet të kemi mirëqenie, të kemi asi gjendje dhe situate që pa meritën tonë, pa kontributin dhe angazhimin tonë, Zoti xhaleshanuhu ne ka kriju kushtet më të shkëlqyeshme për të jetuar si duhet, për të pas pra jetë edhe qetësi e rahati me të gjitha elementet që i duhen pra jetës së shëndetshme të njeriut e të bimës e të kafshëve në të njëjtën kohë. Gjëra këto cilat vërtet në to Allahu xhaleshanu vetëm pasi ne ka përgatit pra gjithësinë, vetëm pasi ne ka përgatit tokën si të tillë, neve atëherë edhe na ka kriju edhe na ka vendosur në te. Edhe ne e dim se vërtet toka e tëra ka pas pra krejt këto elemente të shkëlqyeshme e cilat e kanë bërë njeriu që të jeton natyrshëm, po edhe të eksploron në te. Edhe padyshim që eksplorimi është i kërkuar nga njeriu edhe duhet vazhdimisht prej kohës në kohë, prej vendit në vend, gjendjes në gjendje, të punohet dhe të veprohet pra në aspektin e eksplorimit në tokë, në det e në qiell e kështu me radhë. Por gjithmonë duke e synu pra atë matviren, duke e synu që gjitha këto janë krijesa të Zotit. Edhe ndaj të gjithave neve kemi borxh edhe kemi obligim me qenë të vëmendshëm edhe me qenë të kujdesshëm. Edhe me eksploru duke e synu pra aspektin e mirëqenies, duke e synu jo keq përdorimin e këtyre aspekteve, jo keq përdorimin e shkencës e domthonë këtyre gjërave të cilat neve pra na rrethojnë, por duke u mundu që ato pra me i vu gjithmonë në shërbim të njeriut, në shërbim të gjitha krijesave, edhe ma shkurt duke e mbrojtë dhe duke e ruajtur pra edhe aspektin e reliefit e gjitha këtyre gjërave. Pra, të i pas këtu parasysh, ne e dim se vërtet me kalimin e kohës njeriu ka fillu pak a shumë edhe ndoshta me harru vetveten, ka fillu duke harru vetveten, me harru pra edhe krijuesin e vet, dhe prandaj edhe kemi ardhur në situatë kur njeriu me kalimin e kohës, duke e harru pra krijuesin, duke e harru nevojën për krijuesin ton, duke e harru dobësinë që ne e kemi, pa aftësinë ton, madje kemi shku ka ajo që ndoshta edhe të vim në situatë kur të del dohet edhe njeriu bashkëkohor e ta llogarit veten se vërtet më veç është shndruar në hyjni. Për atë vetëm para 2 viteve, se nashta pak u zgjata si fillim, vetëm para 2 viteve kemi të bëjmë dohet me një prej autorëve bashkëkohor të shumë të njohur, Steven Pinker, e shkruan një libër Iluminizmi tani. E që në te vërtet ky autor që këtë libër porosit madje edhe Bill Gatesi që ta lexojmë të gjithë, porosit në te dhe thotë se ne sot jetojmë periudhën më të mirë të njerëzimit, dhe shkak për këtë është fakti që ne arritëm të nganjej më shkurt pra ndaj sëmundjeve dhe arritëm që ta mposhtim pra urinë. Është çështje kjo që vetëm para 2 viteve shkruan ky autor domethënë për këtë realitet dhe për këtë besueshmëri të tepruar në vetveten, në arritjet e veta, në aspektin e shkencës, e teknologjisë kështu me radhë. Duke u fascinu me këtë, po ashtu një Joel Harari, që është një prej autorëve po ashtu bashkëkohor, predikon edhe thotë se vërtet pra njeriu sot është qëndruar në homo deus, pra njeri hyjni, e që vërtet erdhi kjo kohë edhe ndodhi pra virusi korona, e i cili i bëri krejt këto ide edhe krejt këto domethënë vetbesime të tepruara të njeriut bashkëkohor, i bëri ato që të mbesin vetëm legjenda edhe të na kthen prap neve pra se të na njofton se pa aftësia njerëzore është
vërtet pra një vërtet ekzistenciale e njeriut dhe është ma shkurt e pandan nga natyra e tij esenciale dhe në asnjë mënyrë pra nuk është veç çështje aksidentale qysh pra kanë menduar nganjëherë disa prej shkencëtarëve bashkëkohor. Pra krejt ky realitet neve na ka kthy bashkëkohor pra në bazën tonë. Na ka kthy që ne të zbresim pra në tokë, ta kuptojmë veten tonë, ta kuptojmë rolin tonë që e kemi në tokë, ta kuptojmë pra aftësinë tonë, ta kuptojmë dobësinë tonë edhe nevojën tonë gjithmonë pra për krijuesin tonë edhe ma shkurt organizimin e jetës në bazë të programit që krijuesi jonë na ka njoftuar sepse ai na njeh më mirë se na veten që e njohim. Edhe ai na din edhe kapacitetet jo të vogla që i kemi, si qenie më e zgjedhur e Zotit në tokë, po edhe na i din të njëjtën kohë edhe pa aftësitë, edhe dobësitë që i kemi, e të cilat vërtet prej kohës në kohë po shfaqen edhe në ato momente kur po njeriu ka arrit ndoshta nga sprova që ka rënë me llogaritë dhe veten si Zot. Ja se edhe korona, po virusi korona, sot vërtet katërcifrisht po na e dëshmon këtë realitet në të cilin inshallah do Zoti e reflektojmë të gjithë. Pra, po mendoni efendi se duke ju kthy vetvetes, pra na jemi në gjendje të përballojmë kësaj sprove. Po padyshim na kemi nevojë me ju kthy pra vetes tonë edhe asaj maksime që kush e njeh veten e tij e ka njoft edhe krijuesin e tij edhe Zotin e tij. Prandaj neve vërtet si qenie njerëzore tonë jemi dëshmitar që sot njeriu e ceka më herët ka eksploruar në tokë e det e në qiell. Po ndoshta më spaku e ka eksploruar vetveten, më spaku e ka eksploruar psiken e vet, mendjen e tij, shpirtin e tij, më shkurt zemrën e tij. Këto të cilat vërtet e dim se edhe islamikisht edhe pejgamberi sa neve na njofton se vërtet në epicentër të njerit është ajo zemër, ajo copë e mishit, për të cilën thotë se kur ajo është e shëndosh, i tër trupi do të jetë i shëndosh. Kur ajo është e smur, atëherë i tër trupi do të jetë i smur. A nuk është kjo zemra, a nuk është kjo epicentri i njerit? Prandaj duhet i kthehemi zemrës, jo vetëm aspektit të materies. Të falenderoj për këtë elaborim. Halil, një mendimtar i shekullit të kaluar, i cili ishte Husserl, thoshte se njeriu për ta perceptuar veten e vet, pra për ta njohur veten e vet, do ta shohë nga syri i tjetrit. Pra, tjetri ka rëndësi etike për ekzistencën tonë dhe jeta e njeriu, pra do të duhet të ishte e shenjtë, pa më parasysh moshën e tij, gjendjen shëndetësore të tij. Mi po fatkeqësisht e shohim në disa në mesin tonë duke thënë se ky virus nuk ju bën dëm apo nuk ju bën gjë të rinjeve dhe po dal edhe nëse infektuam nuk ka problem. Pra pyetja ime do të ishte cila duhet të jetë përgjegjësia jonë kundrejt jetës së njerëzve. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për mundësinë që na jap të jemi kësaj me ty me edhe dy kolegët e mi. Përshëndetje gjithëve atyre që po na ndjekun. Po besoj se me këto takime po mundohem sadopak me ndihmu një i tjetrit edhe besoj që jemi në këtë mundim, në këtë kontekst jemi gjithë me ndihmu një i tjetrit me kalu këtë sfidë që pe jeton ose pe vun gjithë njerëzimi. Kur flasim të përgjithësia e rujtjes së jetës, ajo sigurisht në radhë parë është instinkt. Edhe nëse ndonjëherë njerëzia i zhdash të vetëbesohet për ta ruajtur jetën e njëri tjetrit, është momenti më adekuat që njeriu, domethënë të vetëbesohet dhe ta ngrit në maksimum përgjegjësinë ndaj jetës. Sepse pse është bllokuar gjithë bota sot? Pse është gjithë ky alarm sot? Pse është gjithë kjo llahtari gjithanë botës? Sepse sot po rrezikohet jeta. Faktikisht gjitha këto masa që janë marrë prej shteteve, burgshtetasëve të botës, qeverive të ndryshme, ideja themelore është se një virus e ka kërcënuar jetën e njeriu në këtë botë dhe është një mobilizim i gjithë mbarshëm, i gjithë njerëzve në këtë glob për ta ruajtur jetën. Merrni me mend sot do të ishte pa ndërgjegjshme dhe pa përgjegjshme që dikush prej nesh në këtë kaos ose në këtë përpjekje globale, vend se të bëhemi gjithë bashkë për ta ruajtur jetën e njëri tjetrit, mendoni sa do të ishte pa përgjegjshme që dikush domethënë të sillej në një formë tjetër, domethënë
ose mos t'i respektoj vendimet e organizatës botërore shëndetësisë, ose domethënë Ministrive të Shëndetësisë së vendit të tyre, po folim konkretisht edhe për vendin tonë, që Ministria e Shëndetësisë domethënë ka dhënë direktiva të caktuara edhe qeveria edhe domethënë ka rregulla. Unë mendoj se është shumë fetare, është porosi edhe fesë që sot me i respektu në maksimum vendimet që dalin prej shtetit dhe karçik tyre pastaj u mundu me pasi diçka të shajt, përpjekjen me rujt jetën, sepse ne e dimi që jeta e njeriut është e shajt, nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. Bile, unë mendoj se xhamiat gjithanej botës edhe gjithë basit islame, kado që janë botë, vetë fakti që në një farforme kanë pezullu aktivitetin mrena shtëpiave të Zotit jep me kuptu që është një farë vetëdijsimi, është një farë ecje në koherencë me gjithë botën se sado që për ne është e shajt xhamia, sado që për ne janë të shajta edhe ritualet e përbashkëta që i kryjmë, megjithatë jeta e njeriut është më e shajtë se gjitha këto. Prandaj neve që kemi edhe porosi kuranore që ai që shpëton një jetë njeriu është sikur ta shpëtoi gjithë njerëzimin. Kisha pas dëshirë që me të vërtetë jemi në maksimum, domthonë ajo që ai duhet sot njerëzimit është një empati ta ketë secili, sidomos ndaj gjeneratës vjetër. Ajo që po qarkullon shpesh herë, prandaj nuk mendoj që është edhe një farë gafi ndoshta që thuhet shpesh se kryesisht janë të rrezikuar moshët e vjetra. Mendoj që duhet kemi empati, duhet kemi shije, duhet kemi shumë të matëm, besoj edhe në deklarata edhe në një të informimit që në asnjë formë mos ta damtojmë, mos ta lëndojmë gjeneratën e vjetër. Funja jemi të gjithë të rrezikuar dhe duhet bëjmë përpjekje të ruajmë të gjithë. Domethënë nuk është korrekt, nuk është boll njerëzore, nuk është boll e përgjithshme. As më tepër që na vazhdimisht po folim këto ditë për njerëzoren, po folim për reflektim ndaj njerëzores dhe duke fol për këto tema kaq fisnike, kaq madhore, pastaj thonë se jo, po jeta një 60 vjeçari nuk është e rëndësishme. Jo, jeta së cilit njeri është e rëndësishme. Prandaj besoj se duhet të jetë një mobilizim, një përgjegjësi maksimale që secili njeri të ruaj veten dhe të jeti preokupuar në njëjtën kohë për të ruajtur edhe shëndetin tjetrit. Dhe merrni me mend sikur të ishte një vedi e tillë ku secili e ruan veten dhe e ruan tjetrin, merrni me mend domethënë çfarë niveli të kujdesit do të kishte kur secili i ka këto dy droja paralel, edhe veten edhe tjetrin. Domethënë atëherë na do ta ruanim shoqërinë, po edhe shoqëria do të na ruante neve. Pra, duke e pështu tjetën, njëjtën kohë e pështojmë edhe veten, domethënë duke i ndihmuar tjetën, njëjtën kohë e ndihmojmë edhe veten. Të nderuar, kemi pak problem me teknik me Hoxhën Bedri. Po më duket se po ka nga ngarkesa e internetit dhe shfrytëzimi i internetit. Mirë, po do të vazhdojmë me ju, Husamedin Efendi. Kemi bëjmë pra me një spruv, edhe si çdo spruv tjetër edhe kjo do të ishte dashur na nxjerrte edhe më të fortë. Edhe më të përgatitur, siç thonë, ndoshta çdo spruv e përgatit njërin për spruva tjera që do të vinë. Po pyetja ime do të ishte, cilat janë onë pozitive që njeriu në përgjithësi, po edhe ne si besimtar në veçantë, do të duhet të nxjerrim nga kjo gjendje. Padyshim se qysh edhe Zoti na njofton se asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, ndodh që ju ta urreni diçkafin ajo të jetë në dobinë e juaj, të jetë pra në të mirën e juaj. Nuk ka dyshim se edhe ky fenomen që është duke na ndodhur sot, nëse pak meditojmë edhe thellohemi, jam mëse i bindur se do të jemi në gjendje m'ja marr bereqetin, kisha me thonë, edhe më shkurt me kuptu një herë për gjithmonë se Zoti Xheleshanuhu nuk dëshiron që neve me na dënu. Zoti Xheleshanuhu është i pastër dhe është larg asaj që vërtet ta dënon robën e tij. Përkundrazi, Allahu Xheleshanuhu është ai që neve na ka garantuar se përderisa ju në Kur'an porositë dhe thot përderisa ju domthon nimetet dhuntit që të mirat bereqetet që ua ka mundsu unë juve
nuk do t'u largoj në asnjë mënyrë juve përderisa ju mos ta ndryshoni veten e juaj, mos ta ndroni veten e juaj pra në brendsinë e juaj. E që në këtë rast është ramja juaj në aspektet negative, në aspektin e pra harrimit vetvetes edhe harrimin e krijuesit e shkeljes domethënë dispozitave, aspektit i padrejtësive, i mizorive, të cilat din mja bën njeriu duke fillu prej vetes e mandej familjes e shoqërisë e kështu me radhë. Këto domethënë fenomene të cilat jo pak vërtet sot i kemi prezent në tokë, jo pak sot ekzistojnë edhe ato duke u bërë edhe në aspekte edhe zyrtare, edhe domethënë ndaj popujve të jo të pak të kështu me radhë. Pra krejt këto gjëra janë ato të cilat e kanë bërë që ne pra me prodhu një lloj kaosi, me prodhu një lloj domethënë jo stabiliteti në tokë dhe prandaj nuk ka dyshim se kjo është edhe ajo që na ka bërë që pra edhe me i prodhu edhe problemet bashkëkohore, me prodhu edhe sëmundje prej më të ndryshmeve, me prodhu domethënë skamje domethënë me shkaktu edhe kisha me thonë edhe vërshime e gjëra këto të cilat nuk ka dyshim se Allahu xhaleshan në Kur'an neve na njofton dhe thot: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Çfarë do e keqe që ju godet është si pasojë, është si rezultat i veprave t'juaja. Nuk është domethënë pasojë e asaj që Allahu xhaleshan ju dëshiron juve m'ju godit, se ai dëshiron që juve t'ju dënoj. Është pasojë shkurt pra e veprave t'juaja, po edhe në fund thot: "Wa ya'fu an kathir", edhe përkundazi thot Zoti ju fal për shumë prej lëshimeve e gabimeve që ju i bëni. Por megjithatë aspekti ekstrem i domthon gabimeve e imkateve e i padrejtësive e sidomos zullumit që i bëjmë neve njëri tjetrit e determinon aspektin e pra nganjëherë edhe smundjeve, edhe telasheve, edhe skamjeve, edhe fukarallukeve, edhe domthon thatësirave, gjëra këto të cilat në fakt vërtet janë fenomene që kanë ndodhin edhe kanë me ndodhë. Por krejt këto ma shkurt janë fenomene që me një mënyrë apo tjetër neve jemi ata të cilët i shkaktojnë. Ne kemi ndodhur bi'idhnillah edhe me shkaktu pra aspektin e mirëqenies, e progresit, e dashurisë në mes njerëzve, e afrimit mes tyre, sepse Zoti xhaleshanhu për atë na ka kriju që na të dashurohemi, që na vërtet pra të duhemi mes veti, që ne të solidarizohemi mes veti, të ndihmojmë njëri tjetrin, të jemi krah i njëri tjetrit. Në asnjë mënyrë nuk është njeriu homo domethënë ajo thënia që njeriu për njeriu është ujk. Është thënie totalisht e gabueshme, por vërtet nëse njeriu vjen deri në atë situatë që vërtet të bjen në këtë shkallë, atëherë edhe i shkakton pra këto rrëmuja e këto telashe, këto e që në fakt janë të dobishme në të njëjtën këto që po na ndodhin. Këto që ndodhin më shkurt janë pra disa ezane me i qujt, të cilat i thrasin ata të cilët kanë vesh, ata të cilët kanë mendje, ata të cilët kanë zemër, e që t'i thrasin pra vetvetes, të rikthehen edhe ta korrigjojnë veten, t'i korrigjojnë pra planet e tyre, projektet e tyre, e të cilat vërtet nëse nuk janë në interes të njerit, nëse nuk janë pra në dobi të njerit, ato kanë me shkaktu domosdoshmërisht pra rrëmujë e fesad. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas, është faqë rrëmuja në tokë e në det. Po thot Allahu xhaleshanhu për shkak të asaj që kanë bërë duart e njerëzve, për shkak të asaj që kanë punu pra njerëzit nga aspekti i veprave të liga, të këqijave, gjëra këto të cilat, pra këto janë ato të cilat e shkaktojnë dhe e determinojnë aspektin e prishjes së rendit, prishjes së stabilitetit. Këto prandaj edhe kemi nevojë nganjëherë ndonjë shuplak, po shprehna kështu, me marr e cilat po e shohim se megjithatë Allahu xhaleshanhu po e bën që vërtet to shuplaka na me i marr me karar, kisha me thujt ashtu. Janë shuplaka atë cilat janë edukuese nëse vërtet na kishim ma shkurt pra me i marr si duhet edhe me kuptu mesazhin e tyre. Me kuptu mesazhin e tyre që ne pra vërtet me u kthy vetvetes, me u kthy pra aspektit të rolit edhe misionit që e kemi në tokë. E që roli edhe misioni i njerit është që me ndërtu tokën, me ngrit pra qytetrim në tokë, me ngrit dohet qytetrimin i cili do të ketë në vete pra aspektet e mirëqenies së stabilitetit, edhe aspektin e afërsisë, dashurisë mes njerëzve, aspektin e ndihmesës së ndërsjellë, por jo të aspektit të asaj që të nganjejmë ndaj njëri tjetrit,
që ne vërtet që ta eksploatojmë njëri tjetrin, që përmes civilizimit e qytetërimit e shkencës e teknologjisë, ne ma shkurt pra ta robrojmë tjetrin, ta nënçmojmë e gjëra këto të cilat na tonë jemi dëshmitar që i kemi realitet bashkëkohor. Dhe prandaj është koha e fundit, sidomos po them prap, inshallah do Zoti të mëdhenjt e botës, të mëdhenjt e pushteteve ndryshme, e sidomos superfuqive e kështu me radhë, ti thirrin mendjes edhe ta kuptojnë se vërtet me gjithë atë se Zoti ndoshta ju ka dhënë mundësi, ju ka dhënë bereqete në kuptimin e aftësive e mundësive materiale e natyrore e kështu me radhë, ta dinë se ata ma shkurt pra janë ata cilët i kanë në huazim ato pasuri edhe ato mundësi. Ato janë vetëm në huazim edhe prandaj duhet të dinë se ato duhet me i kthye ashtu sikur se i kanë marrë të pastërta, edhe duke i shfrytzu pra ato në aspektin pozitiv edhe gjithmonë duke e pas parasysh ekzistimin e tjetrit. Nëse vërtet neve shkojmë edhe bëhemi egoist, qoftë eurocentrist, qoftë centrizma të tjera të cilat ne e dim se sot vërtet po veprojnë me të madhe, atëherë le ta dim se pasoj e këtyre domethënë shkeljeve, pasoj e këtyre mos respekteve edhe mos solidarizimit të ndihmesës ndërsjellë kështu me radhë, nëse vërtet neve ende veprojmë edhe në kohën e sotshme me mentalitetin e kolonializmit e me mentalitetin e slavopronarisë, gjëra këto, atëherë le ta dim se vërtet kemë pas edhe më shumë se sa kjo. Ndoshta s'është çudi që nesër do të harrojmë koronavirusin nëse vërtet neve pra nuk i thirrim mendjes, nuk marrim mësim nga ky realitet edhe nuk i kthehemi pra aspektit të ndjenjes ndaj njëri tjetrit edhe aspektit të bashkëpunimit, sepse vërtet Zoti na ka kriju të gjithëve të bashkëpunojmë edhe në aspektet pra nacionale, mes gjithë popujve, po edhe në aspektet religjioze e kështu me radhë. Pra njeriu duhet me qenë pra mik i njeriut e kurse si ujk për te. Falenderoj për këtë qasje. Bedre, s'pare të rojmë me se ardhje. Ndoshta ka problem pak me zërin. Apo në ndëgjën? Apo në ndëgjën, Bedri? Po, me sa po shije kemi problem teknik, po me lidhjen me Bedriun. Do t'ja kaloja pyetjen Halil Abdullit. Halil, njeriu i kohës moderne ishte si thua një qenie konsumuese, e cili kishte humb shumë nga virtytet dhe ndoshta kjo gjendje na heku pak pluhurin nga zemrat po edhe nga syt. Po çfarë duhet të bëjë individi që të rikthej shumë nga virtytet e humbura dhe çfarë besimi duhet të marrë civilizimi modern nga kjo gjendje? Shqiptari kam përshtypjen që çështja e vlerave dhe njerëzve që promovojnë vlera ka ekzistuar gjithmonë dhe do të ekzistojë. Ajo që rrezikohemi të gjithë është se shpeshherë njerëzit e mirë dhe njerëzit me vlera nuk janë sken, nuk jepet hapësirë mjaftueshme që ata të promovojnë dhe thjesht të janë në tregun ose në mejdanin e jetës. Jam i bindur që bota pas koronavirusit do të jetë ndryshe. Kur po them do të jetë ndryshe, ose do të jetë ndryshe në kuptimin më pozitiv të fjalës që thjesht njerëzimi do të ketë kohë për një moment të marrë frymë, dhe dorën zemër ka fillu pak bota këto ditë të marrë frymë, këto ditë, më thon drejtën, veç njeriu është në krizë, veç qenia njerëzore është krizë, gjithçka veç njeriu këto ditë ka pushu, rahatu, se vija i pa do fotot të qytetit Venedikut, do më thonë edhe ato rosat, ato patat kanë fillu me nëtune për ato roskat e bukurat të Venedikut, që ka jep me kuptu se planeti pa ku rahatu pej veprimeve të pa përgjithshme të njeriut.
Prandaj nëse kështu figurativisht kishim mujt me qujt, është një moment kur planeti po pushon pak për një moment pe gjithë këtij vulgarizmit njeriut që e ka ushtruar mbi të. Tani ka mbet veç njeriu të marrë mësimin, veç njeriu dhe civilizimin që njeriu ka ngrit, ai të bëj disa riparime, të reflektojë në disa koncepte. Mendoj se njerëzit ajo që mas pari duhet ta bëjnë gjatë këtyre ditëve është kthimi te vetvetja dhe marrja me qenie njerëzore. Domethënë njeriu, kur po tham marrja me njeriu, kisha dasht Adnan me rumbullaksu me një qasje. Nëse njerëzit gjatë kësaj kohe nuk arrin me dakordu, me akordu më mirë me thonë, me qitë në dyzen që thojnë na, me akordu shpalljen gjithësisht Zotin, njeriun edhe jetën në këtë botë. Nëse këto trija nuk akordohen mirë, e të cilat këto i ka akordu i lumi Zot, dhe këto asnjëna nuk janë zanë rrugën tjetrës, këto faktikisht janë të destinuara të funksionojnë së bashku dhe të plotësojnë njëra tjetrën këtë rast, atëherë do të kemi defekte, sepse po ta shiqosh edhe civilizimi i fundit i ka çakordu këtu, janë jashtë akordimit shpallja, feja, mësimet e fesë, vlerat, normat që i ka preferu, ose i ka sugjeru, ose i ka obligu Zoti për njerëzit. Njeriu si qenie që tha dhe Hoxha Usamedin sa herë, ai egocentrizmi i madh, dhe anën tjetër e kemi natyren edhe jetën mbi të që në një farforme njeriu ka vepru mbi natyren gjithçka që ka mund ta bëj. Dhe këtu mendoj se është problemi. Njeriu në këtë botë nuk duhet bëj gjithçka që mund të bëj, por duhet bëj gjithçka që duhet bëj, është etike të bëj. Edhe ky civilizim, domethënë, po vepron mbi tokë, mbi bazën që vepro çka të mundesh. Na kështu në gjuhën popullore thojna çka të vjen shtek. Njeriu s'do të më bëj çka të vjen shtek, çka të vjen mundësi. Prandaj këta që po bëhet shpesh herë është të bë në sazat e mundësive, e jo duke u pa vlerat, jo duke u pa domethënë kufizimet të cilat i ka edhe njeriu si qenie, edhe natyra, edhe vetë shpallja. Pra, është një farë disbalanci mes natyres, jetës në të njeriut dhe shpalljes, dhe për qatë kohë sa u përjashtu Zoti prej komplet jetës, edhe u konsideroj si diçka totalisht banale të flas për Zotin në çfarë do emisioni edhe qoftë televiziv, tani vina një moment kur burshtatësit e botës i çojnë durt edhe për shembull i pat edhe deklaratat e kryeministrave shteteve të ndryshme, domethënë ajo alternativa e tokës deri këtu mundet, tash i mbetet qiellit. Domethënë është një farë ftesë e gjithë botës që t'i drejtohemi Zotit, të cilin nuk e kishim më herët në program, nuk ishte as në agjendë, as kënd. Prandaj unë mendoj se këtu do të jetë thelbi, akordimi këtyre tre kuptimeve, tre esencave të jetës, që këtu të funksionojnë së bashku, dhe besoj se nëse nuk e përfillim shpalljen, nuk do të na lejoj as natyra, sepse na si besimtarë dim që Zoti i Madhreshëm njeriu t'i ka dhënë dy shpallje. Njëra lexohet, është tekst, është Kur'an, është libra të shejta, e tjetra është natyra, bota që ne e shohim. Nëse e shpërfillim të parën, e dyta do të na hakmerret. Edhe mendoj që edhe atë pyetjen se a është kjo dënim, aso dënim, këto pyetje që apo kalkulojnë gjatë këtyre ditëve, natyra ka fillu pak, qysh me thonë, që tha Hoxha, me i rakshu plak pak insanit, natyra ka fillu pak me marrë vetën, edhe sigurisht natyra nuk do të lejoj, sepse këto ligje ja ka përcaktu i Madhi Zot, edhe në një farë formje është një farë lloj hakmarrje natyrës ndaj njeriut, i cili në tana situatat u soll shumë keq me ambientin, me gjithçka që rrethon,
që në fakt ajo e përbën vetjetën e tij. Mos harrojmë diçka mas nej që civilizimi që po jetojmë në sot është selektiv edhe në kuptimin e jetave. Mos harrojmë se edhe shumë numra të mëdhej duhet të shuhen nga koronavirusi për të barazuar me viktimat e luftës në Siri. Po i tillë është shpeshherë edhe njeriu që sot është larg, sa nuk kërcënohet vetë. Kjo është problemi i egos. Sa kërcënohet jeta e tij, është gjithçka në rregull. Kur i kërcënohet jeta e tij tani i muçet menet që përfundoi bota. Ka një pjesë e botës moti është ka vdes. Moti është ka shuhen jetrat fëmijëve, të grave e kështu me radhë, edhe bota nuk ka ngrit në far alarmi se kanë ndek gati gjys milioni njerëz. Domethënë, mendoj se këto janë fakte që kanë me ftu mas pari njeriu me bën një far rikuperimi edhe një far rizgjimit të tij të brendshëm, edhe dyta civilizimi duhet të merr një kohje më të mirëfillt, përndryshe do të vijë edhe një koronavirus tjetër mas këtij që do të jetë edhe më fatal se sa ky. Falenderoj për këtë çështje. Bedreja po na dëgjon? Sigurisht ndoshta ti po na ndëgjon, po ne nuk jemi duke të ndëgjuar. Shpresojmë të rregullohet ky problem. Apo na ndëgjon? Husamettin, efendi. Më herët vetëm sa i ceke domethënë disa nga anë pozitive të cilat njeriu do duhet të nxjerrte nga gjendja të cilën e kemi. Do të kisha pas dëshirë të dalim pak te ajo shfrytëzimi i kohës së lirë dhe kohës të cilën do duhet ta kalojmë me vetveten tonë. Pra, si do duhet ta shfrytëzonte njeriu kohën e lirë dhe si do duhet të duket raporti i tij me vetveten e vet. Para se me kalu të kjo, ndoshta pak kisha mund të lidh me Halil Efendiun edhe me u qartësu me gjithë shiquesit dhe ndëgjuesit tanë që mos të keq kuptohemi eventualisht edhe të mendojmë se ne jemi duke thirrë në shëndrimin e njerëzit në angel apo në melek, sepse në fakt Zoti me padash na ka krijuar neve melek. Neve Zoti na ka krijuar njerëz e që vërtet neve e kemi edhe njërën edhe anën tjetër. E kemi mundësinë vërtet më ngrit në shkallë të melekit, ndoshta edhe me kalu kur fjala në aspektin e asaj se jemi qenje që zgjedhim. E meleku nuk është që zgjedh, po Allahu e ka kriju të tillë që ai gjithmonë është në adhurim Zotit, pa dëshirën apo pa mundësinë e zgjedhjes, jo me dëshirë, por jo me mundësinë e zgjedhjes. Por neve na ka kriju qenje njerëzore që vërtet na ka furnizuar me mendje, edhe në të njëjtën kohë na ka furnizuar edhe me pejgamber e me shpallje, edhe atëherë na ka ftuar që vërtet edhe na ka treguar që të dy rrugët, wa hadainahu najdain, të dy rrugët edhe na ka lënë pra të lirë që ne të zgjedhim. Edhe me këtë zgjedhje edhe me këtë natyrshmëri që Allahu neve na ka kriju, është padyshim se po na jemi ata të cilët edhe bëjmë lëshime. Është njerëzore që ne edhe të bëjmë gabime, edhe të bëjmë gjunahe nganjëherë. Por nuk është njerëzore që ne të jemi insistues në gjunahin, nuk është njerëzore që neve të jemi insistues edhe të rregullt, edhe përsëritës të pandërprerë të gjunahit, e sidomos kur fjala e gjunaheve të mëdha, ato të cilat se përndryshe, kur fjala te ajo që të bimë në to, është një hadith i vërtet që transmetohet tek Sahihi i Muslimit, ku pejgamberi sa ka njoftuar dhe ka thonë pashaat në dorën e të cilit është shpirti im, sikur ju me një fjalë njerëzit mos të bëshit mëkate, Allahu xhaleshanu do t'ju zëvendësonte me tjerë, do t'i sjellte tjerë e të cilët do të bënin mëkate, por do ta lutnin Allahun, do të pendoheshin, do ta lutshin Allahun xhaleshanu, edhe Allahu do t'u pranonte atyre lutjen. Pra, çështja e asaj që ne dim në mëkate është plotësisht njerëzore, por këtë duhet ta dim ne, se na kur do të jemi tepër të vëmendshëm që mos të bimë në to, ne domosdoshmërisht prap do të bimi në to. Na e dim vetëm brenda ditës me një fjalë se sa jemi në gjendje vërtet të mbrohemi, të ruhemi nga çdo lloj mëkati. Ne pra bim domosdoshmërisht, por në të njëjtën kohë jemi njerëzor që ne e kuptojmë veten, edhe çka i kthehemi vetes, pendohemi për lëshimin e gabimin, edhe çka mundohemi mos me përsërit atë,
edhe çka e zëvendësojnë me një të mirë, e zëvendësojnë me një vepër aktive, me një vepër pozitive edhe hecin matutje. Pra, krejtë kur e kemi parasysh atëherë, mendoj që edhe ky rast është që neve nafton pak me meditu rreth pra realitetit ton, rreth lëshimeve tona, gabimeve tona, ta shiqojmë se vërtet ku kemi qalu. Është rasti, është momenti që vërtet edhe ky fenomen që po na ndodh, na thret neve pra me i bërë vetit vet llogari, me shiqu pra njeriu, me shiqu bashkësia njerëzore, me shiqu pra edhe bashkësitë ndryshme ka do që veprojmë dhe jetojmë, që na me korrigju pak a shumë edhe me i bërë pra një retrospektiv pra të kalueshmës tonë, edhe me shiqu se çka kërkohet prej nesh edhe si matutje. Edhe nëse këtë e bëjmë, e që mendoj se vërtet, siç e tha edhe Halil Efendiu, në aspekte të shumta mendojmë se vërtet bota mbar është duke vepru pak a shumë në këtë drejtim. Jemi dëshmitar, unë sot pata rastin me pa një video vërtet edhe atje në Rom që ishin mbledh, domethënë një turm e madhe e njerëzve, kishin dalë edhe bashkë bisedonin me botën, ma shkurt hallashtisesin me botën, kërkonin falje prej botës, kërkonin falje prej tokës për këtë lëshimet e gabimet e mëkatet të mëdha që i kemi bërë, duke i kërku falje, duke u hallashtisë, duke u përshëndet me te, se nuk e dim me një fjalë atë do takohemi mo apo s'do takohemi. Mendoj se është hap shumë i qëllun, është vërtet një hap shumë i mirë që flet se njeriu megjithatë e ka kuptu ramjen e vet. E ka kuptu se ne domosdoshmërisht duhet që t'i kërkojmë falje kësaj nane tokë. Kësaj nane tokë të bitet së cilës jemi të gjithë. E kjo nane e cila në fakt vërtet, që që tha dhe Halil Efendiu, është vërtet duke frymu shumë ma lirshëm gjatë këtyre ditëve dhe netëve prej kur ka filluar problemi i koronavirusit. Është e tëra toka është vërtet duke frymu ma lirshëm, është lehtësu ma shkurt, edhe është ajo e cila pro ato gjëm të cilat i kalshue natë e ditë, për shkak të keshpërdorimit, për shkak të asaj çfarë ka bërë pro njeriu mbi te, për shkak të vërtet atyne ramje të mëdha, e që mos t'i numroj konkret gjërat që kanë të bëjnë me lindje e Perëndim, se jo vetëm në një vend, po diku ndoshta më shumë e diku më pak, ato shkelje të mëdha, ato ramje të mëdha, ato degenerime të cilat e dim se vërtet as kafshët nuk bin në to, por njeriu i bën për fat të keq. Gjërat të cilat ton i dim ose çka ashtu ndodh se kjo puna e internetit e aspektet i teknologjisë mos ne ka mundsuar të gjithë me pose në çfarë shkallë është gjendje të bjen njeriu. Pra krejt ky degenerim ekstrem në të cilin ka ra, e që vërtet pra nuk është se është vetëm duke e bërë mëkatin, po është duke e stërbër atë, është duke e stërmadhu atë, është duke bërë artë, duke me mëkatin edhe me përhapjen e me zmadhimin e tij, e me zgjerimin e tij, me përfshirjen ma shkurt, pra jo të një mase të vogël e të një vendi, por me përfshirjen e tij edhe të unë po të rastin sot me lexue edhe bile e postova dhe në murit timin të Facebookut, akademiku ynë, do Shaban Murati, e cekte vërtet edhe një fenomen që tek ne si popull, si shqiptar, sidomos to televizione të Shqipërisë janë një numër domthonjë i televizioneve të cilat as në këto ditë edhe net nuk janë ma shkurt pro ato të cilat e mshirojnë shiqusin apo teleshiqusin shqiptar. Po edhe në këto ditë edhe net janë duke plasu filma do të degeneruar të cilët vërtet sikurse edhe shprehet Shaban Murati, do të thu se vërtet janë duke dëshiru ta çmendin këtë popull apo janë duke harruar se këto na sjellin dejte realiteti i Sodomës edhe Gomorrës, ato raste që i dim në histori e që vërtet e kanë merituar ndoshta edhe e kanë shkaktuar aspektin e zhdukjes edhe ekzistenciale e sa prej popujve që e dim se jo prej të mirave janë zhduk ata popuj, por janë zhduk për shkak të pra kësaj ramje e që në fakt edhe një autor arab edhe thot innamal umamu akhlaqun ma baqiyat fa inhum dhahabu fa hum dhahabu. Thot vërtet umetet, popujt nuk janë gjë tjetër pos moral, pos karakter. Nëse ky ju del prej dore, atëherë edhe ai popull ka mbaru. Prandaj po them se Zoti Xheleshanuhu e ka duru, e duron edhe do ta duron edhe mosbesimin, e duron edhe politeizmin, edhe aspektin e adhurimit të shumë zotrave kështu me radhë. Ai Zot është i gjithfuqishëm, e ka pranuar më shkurt, e ka toleruar edhe një gjë të tillë kur vjen njeriu, por nuk e ka toleruar aspektin e mizorisë,
aspektin e zullumit e padrejtësisë që i bën njeriu edhe nuk e duron aspektin e amoralitetit edhe ramjes edhe degenerimit ekstrem. Ajo cila vërtet nuk ka qenë kur njeriu edhe njerëzimi mbar në kësi gjendje dhe shkallën cilën ton e dim se çfarë është duke ndodhur. Prandaj po them se u zgjata ndoshta edhe u stërgjata shumë e në pyetjen që e bot tash prapë po mbetet ndoshta shumë gjatë me fol, po shkurt s'po zgjata pra te pyetja konkrete që e bën ti. Po them le t'i kthehemi pra vetvetes, le të mundohemi pra mi bër vetit një program që vërtet tani veç Zoti ka dashur që ndoshta edhe kemi pas nevojë pak me u kthye ka vetvetja. Kemi pas nevojë t'i kthehemi pak evlatëve tonë. Kemi pas nevojë pak të njihemi pak më mirë me familjet tona. Ja se vërtet dinamika e jetës, realiteti që pra kjo jetë bashkëkohore ne ka imponu. Na ka bërë që vërtet ne pra mos me qenë në gjendje as me njoft njëri tjetrin sa duhet dhe si duhet. Na ka bërë që vërtet ne edhe problemet të cilat na stresohen, jo me javë, po me muaj ndoshta mos me gjetë një ditë të vetë me ullë bashku me bashortet tona, e me mnanat tona, e me fëmijët tonë, e me farefisin tonë, me i trajtu problemet e telashet edhe çka me tentu që me bërë dhe zgjedhje. Pra e mos flas edhe asaj që të miremi me vetveten pak me një adhurim, me një madhërim të Zotit Xheleshanu, po edhe me një lloj vetizolimi që ne e dim se vërtet në Islam asnjë prej dietarëve, asnjë prej të mëdhenjve nuk ka arrit pra në shkenca të ndryshme para se me përjetu edhe një lloj vet izolimi. E izolimi vërtet njeriu nganjëherë kohë pas kohe edhe është pozitiv, edhe na duhet nganjëherë. Ja se Allahu na e ka dhënë këtë rast që në këtë kohë gjithë jemi mbyllur në shtëpi tona. Jemi mbyllur edhe është rasti edhe është momenti që pra të meditojmë, të kthehemi vetvetes, ta njohim veten, ta njohim veten duke e stërvit pra me dal prej rutinës me të cilën jemi mësu, edhe çka me i bërë disa pra vepra, disa ibadete, disa adhurime të cilat kanë bojnë edhe me sejdën tonë, edhe me Kur'anin tonë, edhe me meditimin tonë, edhe me dhikrin e përmendjen tonë, edhe me lutjen e duan për gjithë ata të cilët janë duke përjetu pra padrejtësi e zullume të mëdha, duke u lutur për njerëzimin mbar, që vërtet Zoti të na nxjerr nga kjo gjendje edhe nga ky haos që e kemi kriju me durët e tona. Na nxjerr nga kjo situatë dhe gjendje në të cilën po them se vërtet nëse nuk reflektojmë, nëse nuk i kthehemi vetes, kam frikë se vërtet për të ardhmen tonë të njerëzimit mbar. Falenderoj për këtë çështje. Bedreja po ndëgjohemi? Po dëgjohemi. Të uroj mirëseardhje. Faleminderit, kërkoj falje edhe një herë se është koha e koronavirusit, sigurisht edhe rjeti ka fillu mu traumatizu. Dhe me tani ne folëm për gjendjen edhe raportin tonë kundrejt kësaj sprove, si duhet të jetë besimtari gjatë kësaj sprove, si duhet menaxhoj, si duhet të jetë raporti tina me kohën e lirë dhe me vetveten. Mirë po, siç e di me drejt njeriu është krijes si harron, edhe jeta do të vazhdojë edhe pas kësaj gjendje, do të kisha pas dëshirë të na eliminoni pak, si do duhet të duke raporti jonë pra tredimensional. Ai me vetveten tonë, me Zotin, me shoqërinë, domethënë pas kësaj gjendje. Edhe një herë përshëndetje për gjithë ata që ndoshta janë kyç me vonesë sikurse unë tani. I ndëgjova me vëmendje parafolësit e mi, shpresoj që sadopak do të mundohemi që ta kryejmë rolin tonë ne si musafir të këtij emisionit, po edhe si thirrsa në rrugën e Zotit. Pa dyshim se ky izolim i detyruar tash që shpoquhet me këtë gjuhën e sodit apo një lloj karantine që pothuajse numri më i madh i njerëzve në botë është detyruar që të qëndrojnë nëpër shtëpi. Përveç që është një lloj sprove për ata të cilët vazhdimisht janë jashtë shtëpisë ose kohën më gjatë, sidomos ata të cilët janë marrëdhënie pune, për ta ndoshta mund të jetë i vështirë, mirë po nëse kthehemi pak në retrospektiv dhe e kujtojmë bisedat tona që kemi pas shpeshherë me njëri tjetrin kur kemi thonë që jemi anku që nuk po kemi kohë ndoshta mu merr me familjen tonë, me veten tonë, sidomos ata të cilët jetojnë domethënë në shtete ku agjenda apo puna është jashtëzakonisht orari është i ngarkuar dhe stresi është i madh dhe ku gjithçka është e programuar me orar.
besoj që është ana pozitive e kësaj gjendje ku ne në këtë vet izolim të detyruar kemi mundësi që këtë trekondshin e raporteve, ngecjet që i kemi të mundohemi mi përmisu. Kisha thonë që e para është që t'i kthehemi vetes tonë, ta njohmi veten tonë më shumë, për shkak se jo gjithherë apo jo çdo kush prej neve e njeh sa duhet veten e vet, dhe kur njeriu arrin ta njeh veten e vet, sigurisht se do të jetë edhe i sinqert me veten e tij dhe do të jetë në gjendje që t'i kryejë edhe detyrat dhe obligimet dhe të njëjtën kohë përgjegjësinë cila ajo është besu, për shkak se ne si qenie njerëzore, si njeri, Allahu xhaleshon na ka kriju në këtë botë me një mision, dhe misioni jonë nuk është vetëm me hangër dhe me pi, po misioni jonë është që të jetojmë dinjitetshëm, duke e ditur secili përgjegjësinë që ka në raport edhe me veten e tij, po edhe në raport me krijuesin e tjerë. Pra e amaneti që Allahu xhaleshon sigurisht se nuk mundet me shku në vend qysh dohet dhe ashtu qysh Zoti kërkon prej neve, përveç se duke njohur këtë trekansh, e në rand por duke njohur veten, ai që njeh veten e tij e ka njoft edhe Zotin e tij. Prandaj duke u nis prej këtij aspekti, unë mendoj që është mënyrë e mirë për reflektim, po të njëjtën kohë që ta marrim llogari veten tonë, duke i zbulu anë pozitive, ta motivojmë veten për punë dhe angazhime kësaj atmosfere në cilën jemi, po të njëjtën kohë të morëm të akumulojmë energji të reja që me lejen e Zotit pas kalimit kësaj sprove në cilën ne jemi duke jetu, unë jetës pak shumë ngecje, ose që ndoshta nuk e ka njohur këtë trekonshën apo këto tri elemente që veç u përmendën kalimthi. Dhe kur ne e njohim veten tonë, i kërkojmë llogari vetes tonë, kërkojmë njëjtën kohë dhe falje për gabimet, lëshimet eventuale që i kemi, për arsye se ne, siç e tha dhe Hoxha Osamedin, kalimthi e dëgjova që ne nuk kërkohet për neve që të jemi melek, apo edhe në fakt nuk është një prej qëllimeve edhe shpalljes relevantes që na më bëjmë jemi njerëz, ama njerëz cilët e ndjen edhe dhimbjen e tjetrit, edhe njerëz cilët nuk jetojnë vetëm, po kanë edhe dertin e shoqërisë në përgjithësi apo shoqërisë njerëzore në përgjithësi në botë. Dhe kur ne e arrim këtë elementin e parë, pikën e parë ta forcojmë gjatë këtij vet izolimi, atëherë do të kemi mundësi që të reflektojmë edhe në raportet tona me krijuesin tonë, me Zotin të rregullojmë, për arsye se jem të jetojmë një botë ku materializmi ka dominu mbi anën shpirtërore, dhe sot njerëzit përgjithësi në botë, të i përfshi edhe në vendet që njihen si vende muslimane me popullsi muslimane, apo me popullsi absolute muslimane, kanë një zbrasi, kanë një vakum në aspektin shpirtëror. Pra raportet e njerëzve me Zotin janë të dobësuara apo jo në gjendjen që Zoti është i kënaqur të jenë. Prandaj unë mendoj që kjo vetmia me Zotin do ta kisha thujt në këtë rast, te kjo pika e dytë, në raport me vetmin tonë me Zotin, është mirë që ti forcojmë raportet tona me Allahun xhaleshanuhu, të bëjmë ibadet, të kryjmë ibadetet dhe adhurimet, për arsye se në këtë situatash unë do ta kisha përmend edhe thonjën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili kur u pyet nga një prej shokëve të tij se çka është shpëtimi, dhe sigurisht kuptimi apo esenca e përgjigjes pejgamberit alayhi salatu wassalam tregon se pyetja është bën në rast situatës, në rast sprovës, në rast fatkeqësive, në rast belave. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një prej në këtë porosi po na porosi që qëndrojmë në farforme në shtëpia tona, na mjaftojnë shtëpia tona, që është për qëllim që të qëndrojmë në shtëpia tona, dhe gjatë këtij qëndrimi në shtëpia tona ta ruajmë edhe gjuhën tonë, që kuptimi i kësaj është që mos bim prej dezinformatave, të njëjtën kohë lajmet që ti morëm nga burimi, qoftë edhe në lidhje me koronavirusin apo këtë epidemi, pra ti morëm në vijën institucionale, ti morëm prej ekspertëve, por edhe këshillat, sidomos në këtë drejtim ti morëm prej atyre që janë thirrur mi dhon këto këshilla, dhe të njëjtën kohë lajmet që na vijnë ti verifikojmë në mënyrë që mos
përhapim panik dhe mos t'i dezinformojmë njerëzit dhe asesi mos t'i frigojmë njerëzit. Dhe porosia e tretë e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte që në farforme të kërkojmë falje Zotit për mëkatet dhe lëshimet tona. Dhe kur ne e rregullojmë edhe raportin e dytë, pra i forcojmë lidhjet në raport me Zotin e Madhreshëm, sigurisht se kjo na bën neve që do të jem njerëz me veten tonë, familjen tonë, rrethin dhe shoqërinë. Dhe të kjo pikë kisha dashur me përmend, të pas parasysh që përmes mjeteve të informimit, përmes ekraneve televizive, na jemi kanë dëshmitar para korona, mi pa shumë pamje apo shumë vujtje me të cilat realisht përballet njerëzimi. E përmend edhe Hoxha Halil Kalimthi, aja çka po përjeton populli i Sirisë, populli i Palestinës, apo njerëzit në Afrikë, cilët e kanë një vujtje që është mungesa e gjanave elementare ushqimi, kurse popujt tjerë që i përmena, populli sirian apo palestinez, apo edhe popujt tjerë në botë që kanë problemet natyrave tjera, besoj që edhe pse popullit, edhe pse njerëzve në botë ju është afru kjo fotografi e vujtjes njerëzve të pafajshëm, me qindra, mira, viktima, cilët vinë si rezultat i një menaxhimi jo të mirë të kësaj fuqia apo pushtetit që kanë shtetet e mëdha dhe bota demokratike në përgjithësi. Besoj se koronavirusi ka ardhur për të na dhënë neve një mësim, e që sigurisht që është sprov dhe ka ardhur me na dhënë neve një mësim që na si njerëz të vëdësohemi dhe të bëhemi më të ndërgjegjshëm dhe të marrim një pjesë të përgjegjësisë më të madhe, karshi këtyre njerëzve të përvujtur, karshi njerëzve dopt. Dhe sikur Zoti don me na thonë neve që me na tregu që na si njerëz pa marr parasysh sa kemi pushtet, pa marr parasysh sa kemi pasuri, pa marr parasysh sa kemi dije, atëherë ne jemi dopt përpara fuqisë dhe përpara ushtrisë të lëshonuhu, dhe një virus i tillë i cili nuk ka mundësi që të shihet përmes syve, i cili nuk ka mundësi që njeriu ta sheh për shkak që është aq i vogël, aq i emët, atëherë po ka mundësi që të paralizoj domethënë jetën normale, dhe unë mendoj që kjo do të jetë një reflektim dhe këtu përfshihet edhe dimensioni i tretë, domethënë raportet tona të fillu me tjetrin kanë për qëllim me ata që të nis prej familjes, por edhe me rrethin, edhe me shoqërinë, dhe unë mendoj që ky trekansh kompletohet dhe kemi mundësinë që të reflektojmë gjatë kësaj gjendje në cilën na jemi, se ndoshta një pyetje hipotetike do të pyetje hipotetike që a beson virusin korona apo nuk beson virusin korona. Unë mendoj që në këtë pyetje hipotetike ndoshta përgjigjja do të shkon në këtë formë, sa i përket neve si mos e gjanë, si njerëz që nuk jemi ekspert kësaj fushë, sidomos fushave që merren me fushat mjekësisë apo ata mjek të cilët merren me studimin e virusave, ndoshta ata nuk do të më besojnë koronavirusin, kurse ne mosa e gjerë që nuk kemi haber në këtë punë, atëherë na do të më besu dhe do të më marr mosat edhe më vetë izolu dhe më rujt. Kurse ata nuk do të më besu koronavirusin, kuptimin që ata do të më përballë me koronavirusin në mënyrë që mi zbulu ardhë, si ka ardhë me mënyrë që ata me qetë ato që është i lajmë shumë bombastik, ilaçin i cili do ta kishte luftu këtë pandemi ose do ta kishte asgjësu. Dhe në këtë reflektim timin mendoj që aja çka njeriu ka mundësi, që shtos Zoti në Kur'an, shumë gjona më duk që janë të pakëndshme për ta, mirë po ndoshta në to me pas hajër. Besoj që smundjen nuk e dën kërkush, virusin nuk e dën kërkush, mirë po situata e cila është kriju, sikur ne na Zoti na dha një mundësi që m'ju kthy familjes, m'ju kthy në lloj vetëizolimit për një qëllim sigurisht më madhor, që në shpirtrat dhe zemrat troj aspekti njerëzor dhe aspekti ton, dhe unë mendoj është edhe kjo një prej objektivave edhe teologjike, që njeriu në jetën e tij pa marrë parasysh në raport me kë, njeriu duhet trajtuar si njeri, pa marrë
parasysh religionin e tij, pa marrë parasysh bindjen e tij politike, apo pa marrë parasysh racën, përmbyllën me këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është pyet se cili është njeriu më i mirë, ai nuk tha njeriu më i mirë edhe pse ka rëndësi shumë të madhe adhurimi apo sejdja apo namazi, ai që falet më shumë që ja bën agjerim më shumëti, mirë po pejgamberi alayhis salam tha njeriu më i mirë për njerëzimin, ai i cili është më i dobishmi për njerëzit. Shpresojmë që të dalëm nga kjo provë si njerëz më të dobishëm dhe që mendojmë edhe për tjetrin. Falenderoj për këtë çështje. Ju falenderoj gjithëve që gjetët kohën na u bashkangjitin në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ju falenderoj Husamedin Efendi. Faleminderit që ishit sonte me neve, po ashtu Halil edhe juve ju falenderoj që gjetët kohë nga gurbetit në bashkangjitin e këtë hapësirën virtuale kombëtare. Po ashtu na veç me juve po jetojnë, a këtë meti kem atje veç. Faleminderit edhe ne jemi me juve, edhe me doat tona. Falenderoj edhe juve Bedri, edhe pse ishte takim ndoshta i vonumje, po faleminderit që na u bashkangjite. Mendoj qofshi, ju falenderojmë për këtë mundësi që na keni dhënë që në mënyrë virtuale me bashkëbisedu me njëri tjetrin, se vërtet këtë njerëzimi është unë mendoj që mas kësaj sprovë është bashku, edhe pse duke ruajtur atë distancë. Ju falenderoj të gjithëve. Ju falenderoj të gjithë ata që na bashkangjitën nga shtëpitë e tyre. Ju falenderoj që na ndiqët. Shihemi në emisionet e radhës dhe ja të Hamid Beqit në mëshirën dhe kujdesin e Zotit. Eselamu alaikum. Aleikum selam.